Takimet e nivelit të lartë të diasporës asiane në mbrojtje të ekzistencës së Bashkisë së Hasë kanë hyrë në një fazë intensive diplomatike. Përfaqësuesi i diasporës asiane zhvilluan një takim me ambasadorin britanik në Tiranë, Nicholas Abbott, të cilët i përcollën drejt për drejt shqetësimin e të gjithë hasianëve lidhur me këtë çështje jetike për të ardhmen e rajonit. Delegacioni i diasporës i paraqiti ambasadorit një qendrim të qartë dhe të strukturuar të mbështetur në një memorandum konkret ku adresoheshin jo vetëm ndikime negative që do të sillte ndarja e re territoriale, por edhe problemet aktuale me të cilat përballet rajoni i Hasit, si dhe prioritetet vendosura nga diaspora për ringjalljen ekonomike dhe sociale të rajonit, bën të ditur diaspora asiane. Sipas diasporës hasiane, ambasadori Abbott shprehu mbështetjen e tij të plotë për shqetësimin e komunitetit hasian. Përveç lobimit të tij personal, ambasadori Abbott do të përgatisë një shkresë zyrtare drejtuar Komisionit Përkatës Parlamentar për të përcjellë shqetësimin e hasianëve, si dhe do të mundohet të ndërmjetësojë dhe të realizojë takim të delegacionit me deputetët e përfshirë në procesin e reformës territoriale. Takimi me ambasadorin Abbott, sipas diasporës asiane, shënon një hap të rëndësishëm në këtë drejtim, duke vendosur bashkëpunimin institucional në nivele të reja dhe duke forcuar shpresën se zëri i asianëve do të dëgjohet në nivele më të larta vendimmarrëse.